Ishe marrë edhe një diçka të ëmbël që ti doje, dhe gjallë nuk e pranove, më paguve edhe të mija. Zdia manmen. Ja, se më. Dhe gjithmonë kam thënë, më the merre numrin dhe thash jo, se unë kur ti takoj njerëzit për herën e dytë, gjithmonë do të ndaj numrin me ty herën e dytë. O Roger, se nuk e kuptoj, do me thënë ti po thuaj që ti e nje... Sa ishe kjo informacion që s'na hy fare në xhep, do me thënë nuk i plasi njeriu gjitha që ju njeni se Monika non-stop ka goditur dhe nuk ka mbajt favorit. Dhe nuk e dija do merrte pjesë. Dhe në qoftë se kjo para 4-5 muajsh ka ditë se ka hyrë Big Brother, kjo atëherë ka ditë sinqert me publikun, kaq. Tani, pra Monika thua ti, jo? Monika ka bërë sikur ti pret. Po fja që bëjnë në regjizme, unë se kam dasht mate. Po e don ti për lene tani s'po i fut në asaj. Po ti më don edhe mu, po ti se pranon. Sepse ti nuk do me të regu. Po ka atë koha tani 18 privi erdi dhe unë numra që i kam. A që të shmando, përfundimisht do me thënë sa do e dua për lojën. Apo del prapë edhe herë tjetër. Jo, Roger, një sekond të lutem. Do me Po e kuptoj ç'është ky kërcënimja. Po pse po e mbajnë tani Rogertin, se po macaron Rogert kam xhan. Se po macaron tani. Ej, zot na rruj. Okej, një sekond, duhet të mbyllim pak lidhjen Unë qis sot tyre. Po t'jetë për mu, unë qis sot. Po t'ishte për mu që atë dite kur dole nuk Aha, po manipulon, okej. Po t'i hyre. Tjetër, dhe që ajo që duhet të them, vazhdoj dhe të them prap. Sillu mirë me vajzat e shtëpisë. Po patjetër, edhe me ty jam sill mirë. Ti nuk ke shane dhe mos i ofendo. E treta, unë zotri mund të kem takuar në jetë time mbi 10 milion njerëz. 10 milion? Po. Unë jam 10 milion e një atëherë, çfarë them unë? Nuk e besoj, Rogertin po manipulon. Me kë jeni, Monikën apo Rogertin? Asë nuk duhet kishte dalë. Dhe Rogerti, si njeri që nuk i mban klënë si gjë. Edhe mua nuk më mban kërkuj gjë, kështu që mos ki merr. Po në këtë rast i bie që ti na ke gënjur gjithë të kopra. Ai ty po të thot ku të ka takuar, çfarë keni diskutuar. Njeriu që njoh. Njeriu që dhe ti the që është ai njeriu e përmendur dhe me. Që ku është kredibiliteti tani? Unë Zirin e njoh. Xhaxhain e ti Paulin Sterkaj e njoh. S'mund të mu që se njoh. Po atë ti je një familjarisht atë. Edhe gjëra tjera, Monika, po edhe Selinën e njofun, më ai thotë gjëra të tjera. Edhe Selinën e njoh. O Monika, ta tregoj diçka. Unë e njoh tymën e Malit, e kam takuar. Çfarë arin po ndodh? Dhe ja dha xhaxhait të Rogertit, Paulinës. Çfarë po ndodh? Kush po mastron? Çfarë po ndodh? Ai ka dhënë një nga xhaketat. Por dhe moj Persefonin a kalbe. Zot, nuk po kuptoj. Dy në finale, po pranoj e të pakten me gjuj, fije dhe mu, jo vetëm mirin, kuptove? Qa thua? Ka shoqja ditë lindje. Qiu dhe regjistrojnë anë dhe zhduka. Dhe angst për 7 vite rresh. Kaloj në anoreksi, duke humbur 10 kila. Askush përveç meje nuk e dinte çfarë më kaloja gjatë mbrëmjes. Në moment që perëndonte dielli, gjithmonë mendoja, filloi të merri, nguroja të tregoja familjes time qëllimet e mia, sepse mendoja që çfarëdo që po kaloj unë nuk është kurse më e rëndë se sa. A kuptoj kaq mirë. Jetonim asë koha. A kuptoj kaq mirë Selin. Shumë vështirë. Në dhe.